Kjo është shoqëri e vërtet, nuk është shok i vërtet dhe burri i vërtet, ai i cili vjen dhe han dhe pin vetëm me ty kur ke mjalë dhe mish. Jo vallahi vëllazër. Por shok i vërtet është ai i cili vjen ty të ndihmon në kohë të vështirësive, sikurse Abu Bekri i ndihmoi pejgamberit alayhis salam dhe jo rastisht i dërguar i Zotit ja dha lajmin se ti je në xhenet. Derisa një ditë prej ditëve Allahu Azza wa Jall po i jep leje dhe po e njofton pejgamberin alayhis salam nëpërmjet melekut Xhibril se po i thot o Muhammed, Kurajshitët janë të bu në një kuvend, në një vend që quhet Darun Nadwa. Dhe po këshillohen ndërmjet vetes se çka më bë me ty. Atë këshilloheshin se çfarë më bë me këtë njeri që e ka prishur fenë e baballarëve tan, fenë e stërgjyshëve tan. Pejgamberi alayhis salam kështu po mendojnë, e ka prishur adetet e tyre dhe zakonet e tyre. Disa nga ta thanë, më e mira të mirës është që me vrani këtë njeri, me jek qafe. Disa të tjerë thanë, jo, më e mira të mirës është një me prangos, me zinxhir dhe me burgos. Disa të tjerë këshilloheshin dhe thonin, më e mira të mirës është që ne me e dëbu, me e largu nga Meka. Por Allahu Azza wa Jall po njofton pejgamberin alayhis salam nëpërmjet melekut Xhibril dhe po i thot: "Ya Muhammad, la tabit fi firashika al-layla." O Muhammad, mos flaj në shtratin tënd sonde se ata janë të bu dhe kanë më mbledh më të vratu. Allahu Akbar. E vëllazër, pejgamberi alayhis salam me këtë çast e merr lejen nga ana e Allahut të lartësuar në mënyrë me bë hijrat dhe mu shpërngul nga Mekka. Po dal pejgamberi alayhis salam për shtëpisë. Po i shikon familjarët e tij, shtëpitë e familjarëve të tij, të kabilës e tij, të fisëve të tij, të grave të tij. Askund nuk po gjin prehje. Shkon tek një shtëpi e vetme dhe ai ishte shoku i tij i ngushtë, Abu Bekri radhiyallahu an. Trokit në derën e tij. Transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot erdhi pejgamberi alayhis salam në mesin e ditës, në mesin e vapës të madhe, që i dërguari i Zotit nuk e kishte adet dhe nuk e kishte zakon që ti vizitonte shokët e tij në këtë kohë. Posa del Abu Bekri, pejgamberi alayhis salam po i thot: "Ja Abu Bekr, al-hijra." O Abu Bekr, më është dhënë leje për hijrat. Abu Bekri filloi të çoj. Mirë po, këto lot ishin lot të gëzimit. Dhe po i thotë: "Suhbe ya Rasulullah, unë ty do të shoqëroj, unë me ty do të shoqëroj dhe do të shkojmë në këtë udhëtim madhështor. Do të jam shoku yt." Vëllezër besimtar, Abu Bekri ishte njëri i pasur, kishte familje, kishte tijarllëk, kishte biznes, por a mendoi Abu Bekri në pasurinë e tij, në familjen e tij, në vetveten e tij? Wallahi vëllezër, jo. Kjo është burrëri e vërtet, kjo është shoqëri e vërtet, nuk është shok i vërtet dhe burri i vërtet ai i cili vjen dhe han dhe pin vetëm me ty kur ke mjalë dhe mish. Jo vallahi vëllazër. Por shok i vërtet është ai i cili vjen ty të ndihmon në kohë të vështirësive, sikurse Abu Bekri i ndihmoi pejgamberit alayhis salam dhe jo rastisht i dërguari i Zotit ja dha lajmin se ti je në xhenet. Për repetitë të ndryshme kaluan e pejgamberi alayhis salam po përgatitet bashkë me Abu Bekrin për këtë udhëtim madhështor. Mirë po, para kësaj i dërguari i Zotit po e lën Aliu radhiyallahu anhu në shtratin e tij në mënyrë me i dërgu amanetet e veta. Aliu i kryti amanetet e pejgamberit alayhis salam. Thot: "Kom e kry këtë urdhër pa frikë, pa rezistencë." Pejgamberi alayhis salam ishte në shtëpi, kur e shitët ishin duke pritur jashtë shtëpisë së tij në mënyrë që me vrojë pejgamberin alayhis salam. Por mrekullia Allahut, Allahu i ndihmoi pejgamberit alayhis salam dhe u prishi intrigat kureshitëve jo besimtarëve dhe ata nuk e pante dërgumin e Zotit kur dol. E vëllazër, pejgamberi alayhis salam bashkë me Abu Bekrin po dalin nga Mekka, derisa arrin në fund të kufinit të vendit të Mekës. Pejgamberi alayhis salam po kthehet me fytyrën e tij të ndryshme nga Mekka dhe po thot: "Pasha Allahun, oj Mekka ime e dashur, unë ty asnjëherë ty nuk do të kisha lënë në qoftë se populli im nuk do të më kishte dubuar dhe nuk do të më kishte nxjerrur nga ky vend." Shikoni vëllazër, kjo është një mesazh i fuqishëm që pejgamberi alayhis salam e donte vendlindjen e tij dhe e donte atë dheun e tij. Dhe kjo është mesazh i fuqishëm për të gjithë ata të cilët e lën vendet e tyre, e lën vatonën e tyre pa asnjë arsye, vetëm për arsye vetanake, arsye financiare dhe të epshave të veta dhe të kajtme të veta. Pejgamberi alayhis salam e merr rrugën jashtë Mekës me Abu Bekrin dhe po shkojnë me u fshej në shpellën e Thawr, në shpellën e Thawrit, ku aty qëndruan 3 ditë. Kur e shitët, kur u përhap lajmi se i dërguari i Zotit është largu nga Mekja, po thojnë: "Ai i cili e gjon pejgamberin alayhis salam do ta ketë një shpërblim shumë të madh."
Të gjithë garuan me gjetë, derisa arritën edhe ata tek shpella e Thorit. Ebu Bekri radiallahu an me pejgamberin alayhis ishin në shpellë. Filloi të friksoi Ebu Bekri. Pejgamberi alayhis salam po i thot: "Ja Ebu Bekr, ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma?" O Ebu Bekr, çfarë mendimi ke për dy persona që i treti është Allahu me ta? La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u brengos, mos u shqetëso, mos u frikso se Zoti jonë është me neve. Allahu është me neve. Kur i shetët u larguan, qëndruan pejgamberi sa bashkë me Abu Bekrin 30 në shpellë. Pastaj e morën rrugën për në Quba, ku i dërguami i Zotit qëndroi disa ditë dhe e ndërtoi xhamin e parë Mesjidul Quba, xhamia Quba. Qëndroi disa ditë aty, pastaj po e merr rrugën për me shku në Medinë,